Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahut xhalla shanuhu. Salatë dhe salamat qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjitha ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër musliman, motra muslimane, po e fillojmë këtë Ramazan në këtë ders të parë para taravis së parë me një temë që ka të bëjë për muajin e Ramazanit. Temë e cila titullohet Përgatitja për muajin e Ramazan, sepse ky musafir I rëndësishëm veç se ka ardhur. Aromën e këndshme të këtij muaji veç se po e ndiejmë. Tash veç se na ka trokitur në për dyert tona. Dhe se sa na ka marrë mendje për ta ndëgjuar ajetin kuranor të kapitullit El-Baqara, ajetin 183, ku Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi ashtu siç ishte obligim edhe për popull para juve, që të bëheni të devotshëm. Pra na ka marrë mendje për këtë ajet, jo vetëm ta dëgjojmë, por edhe të punojmë me të. Të punojmë që të bëhemi të devotshëm, siç po thot Allahu xhalla xhelaluhu në fund të këtij ajeti kuranor. E jo thjesht vetëm ta bëmi adet apo tradit për me ju bashkangjit familjes në agjerim, sepse ata po agjerojnë edhe ne do të agjerojmë. Po gjithsesi të agjerojmë së bashku me familjen dhe me shokët ka shijen e veçantë. Por se kryesorja është që të arrihet devotshmëria. Pra jo vetëm sa për sy e faqe me bashkangjit familjes dhe shoqërisë, mirë po nëpërmjet këtij muaji, nëpërmjet agjerimit të këtij muaji të arrihet devotshmëria, sepse Allahu xhalla xhelaluhu po e garanton një gjë të tillë. Devotshmëria është të I kryesh obligimet dhe të largohesh prej ndalesave apo prej harameve. Pra këtë kuptim e ka devotshmëria. Kështu, kur të agjerosh, do të kesh hise në devotshmëri apo takvallëk. Kur të falesh, do të kesh hise në devotshmëri apo takvallëk. Kur të japësh lëmosh, do të kesh hise në devotshmëri apo në takvallëk. Kur të largohesh nga ndonjë vepër e ndaluar, nga ndonjë haram, do të kesh hise në devotshmëri dhe në takvallëk. E kur të jesh I devotshëm, do të kesh shumë merita. Allahu xhalla shanuhu në kapitullin El-Maide, ajetin 28 thot: "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Allahu e pranon prej të devotshmëve. Pasi që Ramazani është ejame ma'dudat, ditë të numëruara, ai vjen shpejt dhe ikën shpejt. Pra janë pak ditë nga komplet viti 354 apo 355 ditë sa I ka viti hijri, apo sipas sistemit hënor,
vetëm 29 apo 30 ditë janë të muajit Ramazan. Pra janë në krahasim me komplet vitin, janë ditë të numëruara, janë ditë të pakta, prandaj vinë shpejt dhe ikin shpejt. Veprat e mira që mund të bëhen në Ramazan janë të lloj-llojshme. Andaj prej nesh kërkohet vetëm seriozitet. Mund i madh të i përvilem duart dhe të fillohet fuqishëm, të fillohet me energji pozitive, jo me energji negative, jo me neglizhencë, mirë po të kemi potencë, potencial, të kemi fuqi, të kemi vullnet, për me e kry një obligim të tillë. Njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam teksa po ngjitej në mimber, tha 3 herë amin, amin, amin. Dhe pasi e përfundoi ligjërimin, kur e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë, pra për shprehjen amin, 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 pejgamberi sa u tha, Gjibrili alayhis salam më erdhi e më tha, personi i cili e arrin muajin Ramazan dhe nuk i falen mëkatet e pastaj hyn në zjarr, Allahu e largoft. Atëherë unë thash amin. Pra, njëri nga personat që ka thonë Gjibrili, Allahu e largoft, e që pejgamberi sa ka thonë amin, është personi i cili e arrin muajin e Ramazanit dhe nëpërmjet Ramazanit nuk arrin që të i shlyen gjunohat, por prap do të futet në zjarr, atëherë edhe pejgamberi e ka miratu apo ka thonë amin për një gjë të tillë. Duhet të reflektohemi se si këtë bisedë po e bën meleku më i miri i qiellit, Gjibrili alayhis salam, me pejgamberin më të dalluar në tokë, Muhammedin alayhis salam. Çfarë do të thotë kjo lutje? Pra lutja e pejgamberit alayhis salam që ka thonë amin, do të thotë se në Ramazan ose je fitimtar e i falur, ose do të jesh humbës dhe nuk ka kategori të tretë në këtë mes. Pra nuk ka mes këtu, ose je i falur, ose je jo i falur, ose je fitimtar, ose je humbës. Pra çështja se për të dalë fitimtar është shumë e lehtë me lejen e Allahut. Është shumë e lehtë, vetëm se duhet me pasur vullnetin apo energjinë pozitive. Nga shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë transmetuar rreth vlerës së agjërimit, ne do t'i përmendemi vetëm disa prej tyre. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, atij që falet natën e Kadrit, duke besuar dhe llogaritur shpërblimin e Allahut, i falen mëkatet e së kaluarës. Pastaj, atij që agjeron Ramazanin, duke besuar dhe llogaritur shpërblimin e Allahut, i falen mëkatet e së kaluarës. Allahu në lidhje me agjerimin ka thënë, ai, pra agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për te. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se shejtanët prangosen gjatë muajit të Ramazanit, duke thonë: "Idha jaa Ramadan futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin." Kur të vjen muaji i Ramazanit, hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhenemit dhe shejtanët prangosen në pranga. Pra, po e shohim se çështja qenë ka shumë e lehtë. Me lejen e Allahut, vetëm se kërkohet pak mund prej nesh, pak energji më pozitive, pak relaksim, jo nervozizëm, jo me bo potere, jo me bo zhurmë. Por duhet, dhe me thonë, qetësi, durim, pra sabër, se njëna prej elementeve të agjerimit është edhe forcimin e sabrit të besimtarët dhe të besimtarët.
Pra vëllezër, nuk duam një Ramazan rutinë, një Ramazan që na ka bë adet. E as Ramazan në të cilin e humbmi kohën kot. Andaj, prej tash duhet që të përgatitemi, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ti që e do të mirën, ec përpara, dhe o ti që e do të keqen, ndalu. Pra, kuptimi i këtij hadithi është në qoftë se ata të cilët e kanë një vullnet të mirë, ja dojnë të mirën në vetvetes, ja dojnë të mirën në familjes, ja dojnë të mirën në shoqërisë, duhet të ecin me atë energji pozitive, ndërsa ata të cilët kanë negativitet, kanë neglizhencë, nuk ja dojnë vetes të mirën, nuk ja dojnë familjes të mirën, nuk ja dojnë shoqërisë të mirën, atëherë ato me këtë rast me ardhen në këtij muaji duhet të ndalen dhe të kalojnë në taborin e atyre të mirëve apo që kanë energji pozitive. Po ashtu, për atë që dëshiron të dalë fitimtar në muajin e Ramazan, le t'i kushtoj kujdes bamirësisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më bamirës në rrezullin toksor. Mirë, po gjatë Ramazanit e shtonte edhe më shumë këtë veti, këtë cilësi, pra edhe më shumë jepte për bamirësi. Dyert e bamirësisë janë të hapura. E kemi për ata të cilët e kanë obligim, e kanë zëqatën, lëmoshat të ndryshme, dhënien e ushqimin, mundësimin e mbushjes së sofrave ndaj atyre që nuk kanë, që edhe ata ta përjetojnë agjërimin e muajit të Ramazanit në mënyrën më të mirë të mundshme. Pastaj dhurata të ndryshme, sadakatul fitri, pra gjitha këto janë në kuadër pra të këtij muaji. Me rëndësi është që prej tash të mendojmë për këto dyer, ku do të tërkasim më shumë dhe ku do të lëmë gjurmët tona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.